Përshëndetje të nderuar miq. Ja ku vendosëm komunikimin nëpërmjet emisionit Auditor Arsimi. Objekti i këtij emisioni sot do të jetë kërkimi ndërdisiplinar me në fokus një nga çështjet më të rëndësishme sot që quhet problemi i shekullit, që është uji. Monitorimi, studimi, menaxhimi, një mori problemesh ku nuk lidhet vetëm universiteti me këtë problematik, po lidhen shumë hallka. Ngacmimin për këtë temë, në fakt unë e mora nga një intervistë para disa kohëve, ku kryeministri shqiptar në podcastin e tij po trajtonte çështjen e reformimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës në bashkëpunim me Universitetin Boku të Vjenës. Dhe në një nga intervistat më të bukura që unë realisht kam dëgjuar, ku ishte i pranishëm ish rektori i Universitetit të Bokut dhe kryetari i delegacionit të këtij universiteti që merret me reformimin e Universitetit Bujqësor për ta sjellë në parametrat e Universitetit të Bokut, ishte rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës, edhe një studente e shkëlqyer që ishte pjesë e këtij paneli. Në fund, kryeministri bëri një pyetje profesorit nga Universiteti i Vjenës. Më thoni, cila është çështja kryesore me të cilën qeveria ime duhet të merret, duke marrë tha një mendim që më vjen nga kërkimi shkencor, sepse në fundit ne nuk mund të kemi shtete të mençur ose shtete që shohin zhvillimin e një vendi pa bashkëpunuar me kërkimin shkencor. Dhe ai tha, çështja kryesore, pra profesori që vinte nga Boku, çështja kryesore sot, çështja e shekullit është uji. Nisni nga aty. A kemi nisur ne të diskutojmë për këtë çështje? Për këtë ne do të flasim sot në Auditor Arsimi, duke patur profesor qoftë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe nga Universiteti Politeknik, e më pas për të krijuar një figuri më të plotë të këtij bashkëpunimi ndërdisiplinar. Ndaj më lejoni që në këtë emision të ftoj profesor dhe student me cilën do të trajtojmë këtë temë. Ftoj përpara profesor doktor Arjan Beqire nga Universiteti Politeknik i Tiranës. Përshëndetje profesor, faleminderit, një nga profesorët e nderuar i cili në fokus të tij ka në studimet e tij realizimin e hartës të ujrave nëntoksor. Gjithashtu, një nga profesorët që na vjen nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, që merret me çështjen e ujrave si përfaqësor, sa të rëndësishëm janë këto dhe si ndikojnë te shëndeti i njerëzit, kam profesor doktor Urana Bazin. Përshëndetje profesor, kënaqësi që ju kam të ftuar në studio. Unë do të ftoj një studente, do ftoj Freskida Hakën, të lutem. Friselda, më saktë, Friselda, përshëndetje, faleminderit që ke ardhur. Ju jeni studente e masterit. Tani ajo që u bë, po e them në ligjërimin bisedor, sebepi, ngacmimi për këtë temë ishte pikërisht ajo studente shkëlqyer përballë kryeministrit, përballë ish rektorit të Universitetit të Bokut dhe rektorit të vet, ku artikuloi qartësisht mendimin, Bejan Tarja. Bejanën e kam këtu, kënaqësi që të kam në studio, që të ndoqa me aq kënaqësi në atë emision. Unë në këtë moment ju propozoj kronikën parashtruese dhe më pas do të jemi së bashku në një bisedë të gjerë me të ftuarit në studio. Na ndiqni. Përpara 15 vitesh, profesor Jean Margot shkruante se ne duhet të pranojmë që burimet nuk janë as të pakufizuara dhe as të paprekshme, dhe se uji duhet të bëhet një pasuri ekonomike globale, por dhe pasuri ekonomike e çdo vendi. Është e domosdoshme të vetëdizohemi, vijon profesori, për kufitë e natyrës dhe të bëhemi kursimtar për vlerën e madhe që ka uji, pasi kërkesat njerëzore po i afrohen nivelit të prurjeve natyrore në një pjesë të madhe të botës, e cila do të shtrihet edhe më shumë në shekullin e 21. Këto kërkesa tani më po i kalojnë kapacitetet e natyrës, kështu 21 vende me 350 milion banor do të shfrytëzojnë në kohën e sotme më shumë se gjysmën e burimeve mesatare të tyre në ujë. Ndërkohë që profesor Margot parashikonte se në vitin 2025, në kohën që po jetojmë sot, do të jenë 33 vende me 2.3 miliard njerëz në një situatë të vështirë për ujin, pasi kostot e furnizimit me ujë do të rriten më shpejt se sa sasitë e ujit të përdorur, dhe një pjesë e ujrave të ëmbla që janë në
në listën botërore nuk do t'jenë më në dispozicion vetëm të qenieve njerëzore. Ajo që po shohim sot në vitin 2025 është fakti se bota mbar po vuan nga krizat e ujit si pasojë e ngrohjes globale. Studimet e fundit tregojnë se Italia, Spanja dhe Franca, si pasojë e temperaturave shpesh të larta, por edhe atyre ekstreme, si pasojë e ngrohjes globale, kanë sjellë që këto vende të vuajnë muaj të gjatë thatësirash pa rreshje, si dhe më pas të jenë të ekspozuara nga përmbytje masive, çfarë kanë çuar që mjaft burime në Spanjë, Francë apo në Itali të thahen dhe t'i çojnë këto vendet në kufit e krizës. Po Shqipëria si paraqitet? Studiuesit shqiptar thonë se Shqipëria është një nga vendet me burime të pasura hidrike, por sjellja e jonë ndaj tyre nuk është e duhura. Sipas një studimi të fundit, 75% e ujrave mbi toksor në Shqipëri janë të ndotur. Në një fushat monitorimi mbi trupat ujor në Shqipëri e zbatuar nga fondacioni H2H në bashkëpunim me Art Contact dhe North Green Association, në qershor të vitit 2025, ata nxorën rezultatet e studimit të tyre shumë të pakëndshme nga ajo që prisnim. Pikërisht nga liqenet urbane të Tiranës, te Prespa dhe Shkodra, nga kanalet kulluese te bregu i Hamallajt, shumica e trupave ujor që pluskojnë në këto vende mbartin presione të njëkohshme urbane dhe bujqësore, ngarkesë të lartë bakteriale dhe rrezik eurotrofikimi, me pasoja të drejtpërdrejta për shëndetin publik, ekonominë vendore dhe rrugën drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Përballë kësaj situate, pyetja që ne ngrem është se çfarë po bëjnë institucionet tona të arsimit të lartë dhe qendrat tona kërkimore shkencore. Sa ata janë të ekspozuar ndaj kësaj problematike, sa është në fokus të tyre dhe sa projektet e tyre janë ndërdisiplinare. Dhe së fundmi, a i merr në konsiderat shteti përfundimet e rezultateve në mbrojtje të ujrave tona mbi toksore dhe nën toksore? Për këtë do të flasim sot në Auditor Arsimi. E pra të dashur miq, ashtu sikur se jeni njohur edhe në hyrjet e emisionit në kronikën parashtruese, ne sot do të trajtojmë çështjen e ujrave par nga një këndvështrim ndërdisiplinar se si bashkëpunojnë universitetet tona, qendrat tona kërkimore shkencore për një problem që sot është krye problemi edhe i botës, jo vetëm i yni. Unë ju njoha me të ftuarit me cilën ne do të realizojmë sot bisedën, por për të gjithë ata që sapo janë ulur përpara ekranit radio televizionit shqiptar dhe janë duke na ndjekur në emisionin Auditor Arsimi, unë do të bëj një riprezentim, por ndryshe nga herët e tjera, unë do ta nis prezantimin nga dy vajza. Vajza e parë që do të prezantoj është pikërisht ajo që ishte në atë bised që u bë shkas që ne të marrim këtë temë për ta trajtuar sot në Auditor Arsimi. Ajo është Bejan Tarja, studente e masterit shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës në drejtimin e mjedisit. Bejan, jo pa qëllim e nisa me ty, sikur se thash edhe në hyrjet e emisionit, ngacmim për këtë temë u bë ajo bisedë që ish rektori i Universitetit Bokut, që është tani një prej njerëzve kryesor që merret me reformën e thellë që ka ndodhur në Universitetin Bujqësor, rektori dhe ju ishit me kryeministrin shqiptar. Dhe ajo fjalia në fund që kur e pyeti kryeministrin, më thoni nga cila çështje duhet ta nisim, dhe ai tha nga uji. E pikërisht kjo çështje na ka mbledhur së bashku këtu, që kështu të falenderoj edhe një herë që pranove ftesën për që në Auditor Arsimi. Vijoj me Friselda Hakan, edhe ajo është studente, master shkencor në mjedis. Besoj jeni të dyja bashkë, apo jo? Gjithashtu ndjem e nderuar, sepse profesorët që kam të ftuar në studio, ata e shikojnë nga dy këndvështrime të ndryshme këtë problem, por nuk i lidh vetëm objekti i studimit që janë ujrat, pavarësisht se dikush është dhe merr në analizë ujrat nën toksor dhe dikush tjetër ujrat si përfaqësor, po i lidh energjia pozitive dhe përkushtimi për punën. Nisë pari me profesor doktor Arjan Beqiraj. Përshëndetje profesor, faleminderit që ju rikam në studion e Auditor Arsimi. Faleminderit për ftesën.
Gjithashtu edhe profesor Urana Bazin. Profesor, unë ju falenderoj që në këtë rrugtim të auditor arsimit, ju jeni shumë i vëmendshëm që jo vetëm na ndiqni ashtu si profesor Ariani, po dhe na ngacmoni për të qenë më në kohë për të trajtuar temat e duhura. Faleminderit për ftesën. Po, Bejan, mund ta nisim pak bashk? Patjetër. Realisht ju ndoqja me shumë vëmendje kur morët pjesë në atë podcastin me kryeministrin. Dhe besoj që nuk ka qenë e lehtë, apo jo? Të jesh e para nuk është e lehtë të jesh gjithmonë përpara një kamera. Së dyti të jesh përballë kryeministrit dhe së treti të kesh në krah rektorin e universitetit, por pse edhe një nga njerëzit më të ditur kam bindje në Europë, siç ishte profesori i Bokut, që nuk di sa herë kam dëgjuar me ëndje intervistën e tij për ato mesazhe aq të thjeshta dhe aq të thella që duhen bërë si bibël për universitetet shqiptare. Atëherë po, ishte le themi jo vështirë, por pak emocionuese, duke marrë parasysh që nuk vjen dhe aq shpesh rasti për studentët të jenë kaq pjesë aktive, qoftë të përfaqësisë apo qoftë vendimarrjes apo procesit, specifikisht procesit në kuadër të marrëdhënies me Universitetin e Bokus në Vjenë. Prandaj ishte emocionuese, por le të themi që ishte një eksperiencë shumë e mirë dhe përfitova le të themi një ide tjetër të rolet që mund të kemi ne si student. Po, ka filluar viti akademik dhe universiteti juaj ka nisur me këtë reformë, apo jo? Vazhdoni të luani të njëjtin rol për të parë se si po shkon ky proces i reformimit të Universitetit Bujqësor sipas modelit të Bokut në Austri? Patjetër, komisionet janë aktive, qoftë në rang fakulteti, qoftë në rang universiteti. Unë jam pjesëtare e komisionit në rang universiteti dhe mund të them që procesi po vazhdon dhe në fakt dua të kalojmë më tutje qoftë në reformimin e masterit, pasi kemi mbyllur sigurisht për programin bachelor dhe procesi po vazhdon, është jashtëmase aktiv dhe mbledhjet po vijojnë. Po, edhe një pyetje tjetër do kaloj te Friselda dhe pastaj tek profesorët. Një nga mesazhet që prezantoi ish rektori i Universitetit Bokut ishte fakti që ne nuk mund të kemi universitet pa kërkim shkencor. Pikërisht. Në këtë reformim, si ka nisur dhe reforma e kërkimit shkencor, ku më pas ne do të kalojmë pastaj tek reforma e kërkimit shkencor në drejtim të studimit të ujrave? Atëherë, siç kam diskutuar edhe të podcasti me zotin kryeministër dhe të dy rektorët, në vendin e parë tashmë nuk është më thjesht mësimdhënia sipas stilit më klasik, por është kërkimi shkencor. Kërkimi shkencor në aspektin që qoftë kurrikula jonë apo e tërë eksperjenca akademike të përfshirë dhe të ndërthur, jo thjesht mësimdhënien klasike, por praktika, laboratore, ekskursione, sepse ky është motivim për studentët. Për ne është motivim që kemi një eksperiencë më të pasuruar akademike, sepse kjo reflektohet në dëshirën tonë për pjesëmarrje në fushën tonë të punës, apo qoftë për hapat më të hershëm, si për shembull doktoratura. Prandaj ky ishte, le themi, një nga thelbet e kësaj reforme, një motivim për studentët, që ne të mendojmë dhe të dimë që po, kjo është fusha jonë, kjo është dega jonë, kjo ja vlen, dhe do kemi një eksperiencë të kënaqshme. Friselda, ti je në master shkencor, që do të thotë ku nis një punë mirë filli kërkimore shkencore për studentët. Më kujtohet këtu kur nisa rrugtimin për reformimin e Universitetit Bujqësor, jo sipas modelit të Bokut, sepse ajo ka ardhur pak më vonë. Unë kam 17 vjet që javë për javë bëj vetëm emision arsimi, por në ato fillime diku këtu e një dekadë më parë, kur vija në mjediset e fakultetit tuaj dhe pyesja për çështjet masterit, se si programi i dytë i studimit pra master shkencor ishte i ndërtuar, sa u ofronte mundësi
kërkimore shkencore në laborator në teren studentëve dhe shikoja ca zëra të mekur që më thoshin që ne kemi shumë pak mundësi edhe për të punuar në laborator, shumë pak mundësi për në teren, për praktikat që duen realizuar, dhe kur i pyesja po si realizoni ato temat tuaj në fund që mbroni macën, më thoshin që ja u referohemi studimeve të mëparshme, pra më shumë në teori se sa në praktik. Mendon tani se diçka ka ndryshuar tek ju? Po, ka ndryshuar, ka më shumë praktika, më shumë kërkime shkencore dhe bën dhe laboratore përdorin. Mendoj që ka përmirësim duke bërë dhe marrëveshjen me Universitetin e Bokut, por prap ka vend për përmirësim dhe nevojë për praktika mësimore dhe për të zhvilluar dhe temat e diplomës, për mbrojtjen e tyre, por janë më mirë në përmirësim. Ti vetë ke zgjedhur temën e diplomës? Jo plotësisht, por Je në vit të parë të masterit, në vit të dytë, por besoj se tani duhet punuar, apo jo? Është koha ku caktohet tema dhe për të punuar realisht. Cila mendon se duhet jetë fusha? Ti jesh në fushë, për shembull, profesor Ariani do të më korrigjoj, por nuk e di pse mua më ka mbetur kështu kjo fraza menaxhimi i ujrave, në fakt është studimi i ujrave më sakt, po unë tani gjithologe nuk mund të jem. Të pëlqen ky drejtimi kështu me ujrat, apo duke qenë mjedisi shumë më i gjerë dhe do të zgjedhësh në një drejtim tjetër? Më shumë jam te pjesa e tokës, tek pjesa e metaleve të rënda në tokë, për të interpretuar metalet të rënda, për të parë se sa shumë janë tokat në Shqipëri, më shumë tek pjesa e tokave në superfosfatin në Laç. Aty më fokusuar, por jo plotësisht. Po besoj se kam bindjen që kjo ka lidhje edhe me ujrat, sepse mund të qellojë për shkak nga shirat, ato metalet e rënda mund të kalojnë në ujë, apo jo? Në ujë, po. Në ujra, dhe pash një studim të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë që i referoi rastit të Shqipërisë si kishte një numër në rritje të fëmijëve të cilët në gjakun e tyre kalonte plumb hekur nga këto metale të rënda. Ishte rritur, që kështu besoj se duhet kenë lidhje. Ne do të vijojmë bisedën, përpara se të kaloj te profesor Uranin, unë sot vura re diçka, prandaj po e nis nga profesor Ariane, kur hapa çezmën në mëngjes që të laja duar, të bëhesha gati për të ardhur në emision, pash që niveli i klorit në ujin e pishëm, që ne na vjen dhe në ujin që la, ishte tmerrësisht i lartë, sa nuk kisha kohë të prisja që ajo bardhësi që ishte si akullore shkrirë të mund të largohej për të bërë gati për të kryer nevojat. Dhe prandaj them që çfarë ndodh me ujrat tona nën toksor profesor, me ujra që përdoren për të ardhur në rubinetat tanë si ujrat të pishëm, studimet që ju keni bërë tashmë, a keni vijuar më pas me hartën që realizuat në kuadër të studimit dhe projektit që morët për krijimin e një harte për ujrat nën toksor shqiptar? Rania e klorit në rubinet nuk është një problem natyral. Jo, e di. Sepse në tokë ka klorure, një formë tjetër kimike, ndërsa klori aktiv është një përbërës që shtohet për të disinfektuar ujin, për ta bërë atë të pastër nga pamja mikrobiologjike, sidomos nga viruset ndryshme. Tani në përgjithësi dozimi, shiko, o e kanë bërë pa dashje, kanë rritur dozimin, o na vjen uji nga ato nivelet nën toksore na vjen i ndotur dhe duhet të rrisin nivelin, prandaj ju drejtova juve që si kemi ne nivelet e ujrave që nën toksor... Tirana furnizohet, unë nuk mund të jem 100% e sigur në këto, do them sepse unë nuk jam pjesë e një sistemit të monitorimit, menaxhimit të ujrave të pishëm të Tiranës që e kanë bazën në furnizimit kryesisht nga bovilla. Duke qenë nga bovilla, sigurisht që variacioni i lëndës bakteriale edhe i virusale e ndryshon me kohën, me motin. Këto janë ure si fajsor dhe janë më të ndjeshëm, direkt të ndjeshëm, të pambrojtur nga këto ngarkesat që ka toka, të cilat i çon deri në këtë ujëmbledhës. Dhe kam shtypjen që në parimisht, që në
sistemin e menaxhimit të cilësisë së ujit të pijshëm nga bovilla, këto merren konsiderat dhe në momentet të caktuara ndoshta të bëhet një dozim shtesë pikërisht për këtë arsye. Do të për rritjen e ngarkesës bakteriale dhe ndoshta dhe virusale, sepse kjo është me pikpyetje. Në këtë kuptim mundet që në moment caktuara kanë dhe këto pastaj mund ta japin për arsye të moshapjes së rubinetit në kohë tjera, që edhe shpesh rekomandohet që për ujërat me rubinet pak të lejohet një lloj qarkullimi. Mendoj që mos jeni shumë e shqetësuar, por të jeni e kënaqur që e them vërtet që Drejtoria përkatëse e menaxhimit të ujërave të bovillës, që është furnizon me ujë të pijshëm Tiranë, kryesisht e bën këtë me përgjegjësi dhe po kështu të jeni sigurt që ka kohë që nuk kemi më kryqëzime të ujërave të zeza, ky është problemi, nuk është problemi në bovillë. Bovillët ishte sigurt që vjen i pastër nga bovilla, por mundet të ndonjëherë në një kryqëzim në një vend në një tjetër dhe kjo mund të krijojë një shqetësim për popullatën. Por dhe këto sikur janë reaguar dukshëm, mjaftueshëm, sepse Tirana ka një monitorim 24 orësh nga qendra nga Drejtoria e Shëndetit Publik dhe po kështu sondazhe dhe monitorim edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, që shteti këtë ka realizuar, qeveria vendore po kështu. Dhe them që në këtë aspekt uji i pijshëm, uji i pijshëm që vjen rubinet është i sigurt, është me i sigurt i duhet të thënë, dhe ky është edhe një mentalitet evropian, uji që vjen rubinet është i pijshëm. Profesor, ne do të kalojmë pak duke lidhur ngrohjen globale, ndryshimet klimatike me ndryshimet që mund të psojnë si ujërat në toksor, po ashtu edhe ujërat sipërfaqësor. Apo jo, profesor, ju besoj në fokus të studimeve tuaja në departamentin ku ju punoni, besoj janë ujërat sipërfaqësor, apo jo? Që janë të disa lloj niveleve të... Përpara se sa të përgjigjem pyetjes tuaj, duhet të shtoj një dy gjëra në lidhje me mendimin që dhanë vajzat janë pjesë e masës shkencore mjedis në raport me marrëdhënien që ka universiteti jonë me Universitetin e Bokus, sepse është shumë e rëndësishme për të qartësuar dhe opinionin publik. Që këtë vit universiteti jonë, departamentet kanë filluar duke përjashtuar mjekësinë veterinare, e gjithë pjesat tjetër e universitetit ka filluar implementimin e programeve të reja, të cilat janë të njëjta ose në masën më të madhe, thuajse të njëjta, me programet mësimore që realizohen në Universitetin e Bokus. Pra ne kemi marrë të njëjtat programe që ata kanë dhe kemi filluar të implementojmë që këtë vit në Universitetin Bujqësor, duke filluar jo vetëm me vitin e parë, por edhe me vitin e dytë dhe me vitin e tretë. Pra kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm cilësor në aspektin e mësimdhënies. Në aspektin e kërkimit, profesori të thaj që pa kërkim s'ka universitet. Kërkimi do t'i paraprijë mësimdhënies në dhënien e të rejave ose nëpërmjet përqimit të rejave të shkencës tek studentët e masterit, të doktoraturës, po pse jo shpeshherë dhe teorive të ndryshme që rrjedhin nga pjesa eksperimentale në bachelor. Në këtë pikpamje janë krijuar grupet e punës, janë projekti parashikon mobilitete, lëvizje të kërkuesve të ri. Universiteti Bujqësor ka një numër të konsiderueshëm studentësh, doktorature, të cilët janë duke bërë studimet e tyre doktorale në Austri, në Gjermani, me kohë të plot dhe me kohë dhe sanduiç. Modeli i doktoraturës sanduiç. Sanduiç, i cili është aplikuar, janë mbi 38 profesor, pedagog, më fal, dhe ana tjetër është që ky projekt parashikon lëvizjen e të gjithë stafit akademik, thuajse të gjithë, atyre që kanë dëshirë të lëvizin, por edhe të profesorëve, pse jo, për të shkëmbyer eksperiencat të ndryshme me Universitetin e Bokus, me qëllim që të shkruajmë drejt një linje kërkimi që ata kanë aplikuar prej vitesh dhe që kanë sukses. Gjem e vend të theksoj këtu gjithashtu që në linjën e menaxhimit të ujrave që ju e përmendën në fillim, sepse menaxhimi bëhet bazuar në profesor Ariani që ti je më korrekt sepse menaxhimi i ujrave në përcaktimin e temës kur flasim për ujrat për profesorët që kemi mësuar në studio. Të dyja terminologjit janë logjike normale dhe të përdorshme, sepse menaxhimi i ujrave bëhet bazuar në studimin e ujrave. Në lidhje me këtë problem, Universiteti Bujqësor i Tiranës
është duke ndjekur thuajse të njëjtën linjë me qëllim përfitimin maksimal nga ky universitet, duke qenë se është një nga universitetet më të mira në Europë. Dhe fushën e menaxhimit të ujrave e ka prioritare. Kjo është edhe arsyeja që rektori ynë, i mbështetur nga qeveria, dhe i gjithë grupi i pedagogëve, i profesor, kanë zgjedhë këtë universitet. Pra nuk është zgjedhë rastësisht Universiteti Bokus. Absolutisht. Është një universitet i cili ka në rankimin e përgjithshëm evropian është shumë mirë i rankuar, për të mos thënë është më i miri, sepse rankimet ndryshojnë vazhdimisht, dhe është një universitet që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme në këtë fushë. Dhe ne po e ndjekim këto model, natyrisht që ne gjithmonë nuk mund të themi si jemi si ata. Jemi u bëm si ata për një vit, edhe për 2 dhe për 3. Sipas studimeve të fundit, rreth 75% të ujrave në Shqipëri janë të ndotura, po cilat janë zonat më të ndotura? A janë më të ndotura vetëm ujrat mbi toksor, apo janë të rrezikuara dhe ujrat nën toksor? Dhe si bashkëvepron universiteti në këtë drejtim? Për këtë kemi ardhur te Fakulteti i Shkencave të Natyrës për të intervistuar profesor Aleko Mihën. Le të ndjekim intervistën. Ujrat tek ne janë të ndotur, kjo është prej kohës dihet dhe dihet për shembull që gjysma e ujrave trajtohen, gjysma e ujrave janë pa trajtuar dhe nga një analizë e plazheve që është bërë, vjet ka pas një publikim, 50% e ujrave shqiptare janë të ndotura jashtë standardit për ujra larës. Pjesa tjetër, ujë i pishëm për shembull, ka problemet e veta, sepse sidomos për zonat e mëdha urbane, për rrjetin e amortizuar për një furnizim jo të rregullt, kështu që dhe ai nga ana higjieno-sanitare ka shqetësime dhe këtë gjë ne e njohim. Pjesa tjetër e ujrave sipërfaqësore në përgjithësi është e ndotur qoftë nga zonat urbane, nga shkarkimet, dhe këto ne jemi të pranishëm këtu nga studimet që janë bërë, nga aq sa edhe me sy duket, për shembull, jetojmë në pellgun e Ishmit dhe gjithë kjo zonë këtu ka ujra jo të ndotur, po të ndotur në mënyrë të skajshme në çdo parametër, nga të gjitha që nga koliformët, fekalet deri tek përmbajtjet të lëndëve organike, ndosë organik, të mbetjeve të tjera, të plastikës, mikroplastikës, që është e vështirë dhe të krahasohet me ndonjë vend në rajon pjesa e pellgut të Ishmit, po dhe lumenj të tjerë të zonës urtësirës perëndimore vuajnë nga kjo gjë, e cila vjen nga një mos kujdesje ndaj shkarkimit, ndaj trajtimit të ujrave të shkarkimit, ndaj mbetjeve urbane që ne për fat keq na ka kapur kështu që i lëshojmë dhe edhe në mënyrë si individ, po edhe si bashki, mbetjet urbane na ikin nga duart. Nuk shkojnë, nuk duhet t'ishin ngritur impiantet e trajtimit të ujrave, të djegjes e tjera, por ende mbetet kjo pjesë një plagë e madhe që është vizibël, është e dukshme. Është një nga fushat prioritare të kërkimit shkencor, është një nga fushat prioritare i vendosur që në kryet e herës, dhe pothuajse të gjitha universitetet shqiptare, sidomos ato publike, kanë tema të kërkimit shkencor që marrin në konsiderat menaxhimin e burimeve ujore, cilësinë e ujit, përdorimin e ujit për çështje ekonomike, uji dhe bujësia është shumë e rëndësishme, e të tjera tema të rëndësishme dhe interesante për ujin.
por doja të thoja që dy janë universitetet në fakt që kanë një konsistencë në kërkime shkencore lidhur me ujin, është Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universiteti Politeknik. Dhe Universiteti i Tiranës nëpërmjet Fakultetit Shkencave Natyrës ka gjithashtu disa kërkime dhe disa tema interesante të kërkimit shkencor që lidhen me ujin. Por Universiteti Bujqësor është ai që në fakt ka një numrin më të madh të kërkimeve për ujin dhe sigurisht Universiteti Politeknik. Dhe janë pikërisht të dy universitete në të cilat ne jo vetëm kemi investuar në tema kërkimore për ujin, por kemi investuar gjithashtu dhe në laborator kërkimor shkencor, të cilët ndihmojnë për të bërë analiza që lidhen me ujin, me menaxhimin e burimeve, me përdorimin e ujit në mënyrë inteligjente, sidomos kur është çështja e përdorimit për ujitje në bujqësi dhe çështje të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me ujin dhe me përdorimin e burimeve. Cilësia e ujit, sidomos cilësia e ujit që shkon për përdorim njerëzor. Ne kemi disa projekte të zhvilluara, madje kemi dhe një projekt të zhvilluar nga Instituti i Shëndetit Publik, i cili fokusohet në cilësinë e ujit. Dhe në cilësinë e ujit në kuptimin e nivelit, shkallën e ndotjes së ujit nëpërmjet ndotësve si që janë pesticidet, kimikatet, ndotësve të tjerë, plastikat, mikroplastikat e të tjera, dhe kemi studime interesante të bëra si nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, ashtu dhe nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Gjithashtu kemi edhe projekte që kanë të bëjnë me menaxhimin e burimeve ujore, pra mënyrën se si menaxhimin e integruar të burimeve ujore, pra mënyrën se si institucionet përgjegjëse për menaxhimin e burimeve ujore ushtrojnë funksionet e tyre, kapacitetet e tyre për menaxhimin e këtyre burimeve. Kemi disa projekte të kësaj natyre, madje po ti numëroja sepse kjo është një nënfushë në fakt që studion ujin dhe po ti numëroja është pjesa më e madhe e projekteve të zhvilluara në këtë kuptim. Por unë do të thoja që këtu ka vend për një ndërdisiplinaritet në fakt, sepse nuk është vetëm çështja e ndotjes së burimeve të ujit, por kjo ndërthuret edhe me po themi aspekte të tjera të kërkimit shkencor, siç është mënyra e menaxhimit, mënyra e bashkërendimit të bashkëpunimit të universitetit me institucionet që kanë detyrë për të menaxhuar këto burime dhe fusha të tjera ku universiteti ka një rol të rëndësishëm si në nxjerrjen e rezultateve për cilësinë e ujit, ashtu edhe për të ndihmuar institucionet, qoftë politikbërse, qoftë menaxhuese, për mënyrën se si administrohen dhe se si menaxhohen këto burime. Më kujtohet këtu kur ka ardhur diku në vitet 98-2000 një profesor francez, mik me Omer Kaleshin, dhe kur e pa Shqipërinë tha ndër të tjera shqiptarët tha kanë një veti, tha, ta bëjnë shekullin në 4 vjet. Që do të thotë që ca gjërat i bëjnë pak më shpejt se që bëjnë europianët që punojnë në mënyrë sistematike, dhe ndoshta ne duhet marrim këtë mënyrë sistematike nga Europa. Por, profesor, ajo çfarë unë dëshiroj të bëj, po tek boshti edhe i emisionit, që për ta parë këtë çështje të studimit të ujrave, të menaxhimit të ujrave që duhet bërë duke patur parasysh që uji është prioritet, ajo çfarë ne sot kemi nevojë dhe që duhet të na bëhet shprehi është ndërdisiplinariteti i trajtimit të problematikave dhe të studimeve të hartuara. Dhe unë prandaj po i bëj një pyetje të dy profesorëve. Profesor, ku mundet të lidhen së bashku, të bashkëpunojnë, të ketë një projekt ku Universiteti Politeknik
fakulteti juaj, Universiteti Bujësor i Tiranës, fakulteti ku punon profesori, fakulteti i shkencave të natyrës, ju falenderoj, po që realisht më shkundët për të ngujtuar për fakultetin e shkencave të natyrës, sepse duhet në fakt falenderoj profesor Aleko Mion, që është një profesor shumë i nderuar dhe gjithmonë më ngacmon në këtë drejtim për çështjen e ujrave dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme edhe në mbrojtje të Vjosës. Ku lidheni bashk, profesor? Dy fakultetet, fakulteti i bujqësisë, që ka edhe mjedisin, me fakultetin e gjeologjisë, ka shkencat e tokës dhe studion ujrat, dy lidhen të ujë, sigurisht. Sepse si shkem diskutuar dhe në emision e parë, kur promovuan hartën e vulnerabilitetit ujrave në toksor të Shqipërisë, ne kemi treguar që një nga komponentët, një nga faktorët kryesor përcaktues në fatin e ndotësit, shkon apo nuk shkon në akuifer, është toka bujqësore, si një barierë. Mbrojtëse për akuiferin. Në këtë aspekt, ka vend për ta parë. Por pjesa institucionale, sigurisht institucionale, dhe kjo do varet nga drejtuesit. Në nivel kërkuesish jemi ne apo profesorët. Ne kemi pasur her pas here bashkëpunime me kolegët e agromjedisit, kështuar trajnim mjedisi si departament, me profesor Frani, që ka qenë pjesë e emisionit atëre, me profesorin këtu Uranin, ne kemi bërë dhe botime për fatin e elementve toka këtyre metaleve të rëndë në tokë, si mund të shkojnë ata në ujra, në urat sfaqësor sigurisht dhe në urat në toksor, dhe kemi në vazhdim në një bashkëpunim në nivellet të tilla, me konferenca, me gjëra. Por ky nuk mund të jetë vetëm ju keni ne këtu sot dhe me drejt bëni këtë pyetje. Pra ka vend për bashkëpunim, sepse uji nuk një kufi, edhe uji vjen nëpërmjet tokës edhe në akuifer, siç thash. Edhe përvoja është. Tani, ne kemi edhe sot një projekt me Akshin, me Agjensinë Kombëtare të Kërkimit Shtetëror dhe Inovacionit, që është një projekt ndërinstitucional, ku përfshihet Departamenti i Shkencave të Tokës, i fakultetit tonë, si drejtues i projektit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës me mikrobiologjin dhe Instituti i Fizikës Bërthamore zbatuar me Departamentin e Radiologjisë, për të karakterizuar pjesën sanitare të ujrave geotermal që përdoren në qendrat balneologjike, ose ligjat që një ndryshme. Por kemi pasur projekte të tjera, gjithashtu me bashkëpunim. Tani, për të qenë i sinqert, deri në fund, është që bashkëpunimi interinstitucional nuk është kaq i fortë në Shqipëri. Dhe krijimi i grupeve është i vështirë. Me sa duket, ky është problemi i një mentaliteti që kërkon të përpunohet këtu ne. Huajt e kanë më të lehta bëjnë këtë, ata janë më të gatshëm të marrin pjesë në grupe. Ata dinë detyrën e tyre, përcaktohet që në fillim sigurisht në projekt, dhe ata janë kontribues. Në këtë drejtim ka vend për të bërë, por duhet të thënë që ne kemi edhe gjëra, edhe projekte të tilla, kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi. Profesor, dua të vazhdoj pak, nëse mundëm idenë e profesorit. Jam plotësisht dakord me ato që u tha, por në kuadër të duke e parë si një nga problemet kryesore, hartimin e planeve, hartimin e menaxhimit të ujit në plan kombëtar, çfarë në fakt si detyrë shtetërore është e Agjencisë Burimeve Ujore, si detyrë shtetërore, por që gjithmonë duhet të paraprihen politika që propozohen normalisht nga gjetjet që bëhen nga grupet e kërkimit dhe universitetet. Dhe duke u kthyer tek profesori, jam plotësisht dakord që këto bashkëpunime kanë qenë më shumë në nivele grupesh të vogla dhe gjejmë vend këtu të themi që duhen përmirësuar ndjeshëm, sepse Fakulteti i Gjeologjisë Minjerave merret me ujrat në toksor, për të kthyer edhe tek pyetja juaj, Departamenti i Mjedisit dhe menaxhimit burimeve natyrore që kemi ne me shumë është marrë me ujrat sipërfaqësor, kemi pas një periudhë kohe që na është dhënë edhe monitorimi para shumë viteve i ujrave sipërfaqësor që përdoren për ujitjen e kulturave bujqësore, të rezervuareve, të lumeve dhe rezervuareve kryesore. Dhe integrimi i grupeve të kërkimit të Universitetit Bujqësor, të Fakultetit Gjeologjisë Minjerave, të Fakultetit Shkencave, të Universitetit të Institutit të Gjeoshkencave është më se i nevojshëm, me qëllim që ne të mund të kemi
rezultate më të thelluara, të cilat pastaj të shërbejnë për vendimmarrje më pozitive, e para, dhe e dyta për të ecur në një rrugë që ne të kemi informacion në kohë reale për situatën e menaxhimit të cilësisë së ujrave, të shkallës së ndotjes, të faktorëve që i shkaktojnë, të problemeve të erozionit, pra të gjithë elementeve në raport kombëtar. Dhe kjo duhet paraprihet edhe nga pjesëmarrja e grupeve kërkimore shkencore, të cilët duhet të hartojnë projekte, por dhe që të mbështeten fuqimisht. Dhe mendoj që tani mbështetja ka filluar të duket në sensin që vetë qeveria e ka orientuar qoftë Universitetin Bujqësor, po qoftë edhe mbështetjen ndaj grupeve kërkimore shkencore nëpërmjet programeve kombëtare, duhet bërë më shumë, duhet bëjmë ne më shumë, edhe për thithjen e fondeve me të huajt, por duke qenë se jemi dhe në një linjë jemi duke punuar bashkë me austriakët, u mendoj që dhe ato kanë prezencën e tyre në kuadër të një projekti europian për direktivat kuadër të ujit dhe janë duke mbështetur, qoftë me ekspertizë, qoftë me projekte vendin tonë, dhe duke integruar mirë të gjitha këto, unë mendoj që ne shumë shpejt mund të kemi një përmirësim të dukshëm edhe të formimit të rijive që na duhen në fushën e menaxhimit të ujit. Profesor, vetëm një sekond. Këto plane unë i kam marrë nga Franca, më kanë ardhur nga Universiteti Orleanit në Francë, ku janë bashkarisht duke bërë analizat e ujit në një zonë të caktuar, profesor edhe student, edhe banor të zonës. Ka tek ju për shumë që... Kësaj i referosha informacionit në kohë reale, sepse jo në të gjitha rastet, njësitë vendore dhe agjensit shtetërore të cilat menaxhojnë sigurinë e cilësisë së ujit e tjerë, informohen në kohë reale për problematikat e ndotjes së ujit, të shkallës së ndotjes, të problemeve të ndryshme që mund të ketë në ujrat sipërfaqësor, në ujrat nëntoksor ka më pak, profesori është më ekspert të fushë, por mund të ketë edhe në ujrat nëntoksor, dhe ky rrjet monitorimi që duhet të shkohet drejt kësaj linje për të krijuar, ne do të na krijojë një informacion shumë herë më të shpejtë dhe në kohë reale me qëllim që ne të mund të ndërhyjmë për të analizuar dhe për të marrë masat pastaj në mënyrë të menjëhershme me qëllim përmirësimin e cilësisë së ujit. Unë kam pas fatin, kam qenë në Institutin Nacional të Mjedisit në Orlean, IFEN, quhet, dhe ato kanë një pjesëmarrje shumë të gjerë të komunitetit, sepse vetë komuniteti ka një shkallë ndërgjegjësimi shumë të lartë. Ne shpeshherë kalojmë në rrugë, kalojmë në burim ujore, kalojmë në anës lumeve, e shikojmë që ka shkallë ndotje, e shikojmë nga ndotët, dhe asnjë nga ne nuk e merr mundimin që të informojë të paktën në sensin njerëzor që këtu ka një problem shumë të madh dhe nesër mund të kthehet në një katastrofë ekologjike. Po, këtë rol të ndërgjegjësimit e ka bërë edhe universiteti, duke i përfshirë qytetarët në studime, sikurse përfshin dhe studentët. Unë fakt, po, profesor, se do t'i drejtohesha Pejanës edhe Frizetës. Sigurisht që ta kurcoj me profesorin, por më duhet që të vë theksin diçka. Edhe në natyrën e universiteteve të Evropës, që vetëm ne, edhe në kuadër ligjor që përcakton objektin kryesor të punës kërkimore të universiteteve. Nuk është as monitorimi dhe as menaxhimi. Dhe unë dhe jo, unë jam të studimi, nga njerë padashjen e monitorojme dhe nëpërmjet studimit, pavarësisht që ju kërkoni, një lloj monitorimi është për të kuptuar gjendjen, do me dhe të përkthyer nga ne. Jo monitorim direkt, por është... Asgjë nuk lëviz nga këto që them, po pjesë do të theksin që të mos ketë ndonjë keq kuptim, sepse ky është emision futbollar. Ju lutem. Me peshë publike dhe ajo mund të them që shteti i ka instancat që bëjnë dhe monitorimin edhe menaxhimin. Ku është roli universitetit? Është ajo që sapo tha profesor Urani, që universiteti nuk e ndal askush të marrë çdo lloj studimi. Pra e ka këtë tagër. Po, a e bëjmë profesor se unë këtë jam, se ne tagrin e dim se çfarë ka universiteti, ne themi si ta bëjmë. Ja, pra, ne her pas here bëjmë projekte. Ne po kështu kemi projekte me të huaj që s'po ndalun tani, se do ishte mirë, por ne jo, këto i ka çdo universitet, çdo departament mund pak më shumë, pak më pak.
Por ajo që duhet të unë është që universiteti nuk e ndalë kush, universiteti është në avangard, për është në paria e kësaj pune dhe mund t'i bëj këto. Ajo që ndoshta duhet reguluar akoma është bashkëveprimi interinstitucional. Pra nëse ne nxjerrim produkt si ajo harta që bëhet sjell prapë. Ka është produkt. Unë e çova atë, ne e çuam, sepse nuk shkon bukur. Jo, ne e çuam me shkresë universitare që të shkonte në disa institucione të këtij linji që po them. E morën, e kemi çuar atje. Bile na kanë pritur, ne është bërë dhe një promovimi i vogël. Po, sa është bërë eficiente, do me thënë që t'ju presin, që thonë faleminderit, po që të rinë për biblioteka, tjetër, edhe apo të ngrihen politika mbi atë, sepse ajo hartë u bë për të parë se cilat janë zonat që t'jenë përdorim dhe për të kuptuar cilat janë për një mirë menaxhim cilësor të ujrave. Do me thënë ku mund të preken, apo jo, dhe çfarë politika të mbrojnë ujrat, të mos ketë vepra atje ku ka rrezik. Tani, ka ngelur për një gjë, qofse do ishtë thësha, qofte ka ngelur në dorën tonë, sepse ata kanë ca rregulla, qeveria, nga ana tjetër ka ca rregulla që janë akademike. Dhe sigurisht që duhet respektuar. Nuk mundet ta ngarkosh në platformën ASIG, gjeoportalin ASIG, nëpërmjet universitetit, sepse universiteti s'ka akses aty, dhe ne do ta bënim këtë nëpërmjet shërbimit gjeologjik. Tani, unë duhet bëj një autokritik personale, sepse normalisht duhet isha unë që ta kësha shtyre, bëm gati, ta bënim këtë, dhe ata e ngatshëm se edhe shërbim gjeologjik është bashkautor ati. Kështu që nëse e bënim në atë, dhe do ta bëjmë, të ja fjalën do e bëjmë, që të jetë e disponueshme në platformën ASIG, e kanë të gjitha institucionet dhe ata mund ta përdorin, e ka edhe përdoruesi, edhe i thjeshti, edhe qytetari i thjeshti. Kështu që duhet të them që ka vend edhe që për të rregulluar nga ana ligjore këtë ndërveprimin. Do të thënë nëse bëjmë një produkt, produkti duhet të shkojë ose nëpërmjet neve që e prodhojmë ose nëpërmjet financuesit, që është Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacion në këtë rast. Pejana dhe Friselda, modeli që unë mora nga Universiteti i Orleanit në Francë ishte një bashkëpunim shumë i ngushtë i grupeve kërkimore shkencore me studentët edhe me qytetarët për çështjen e ujit edhe të mjedisit. Ata i përfshin studentët jo thjesht në temat e tyre individuale, jo vetëm thjesht në laborator se duhet shpjeguar një orë mësimi, por në punë konkrete, sepse këtë trekëndshin institucione publike, universitet, qytetar, e kanë një lidhje organike, sepse është krijuar një kulturë prekohësh dhe në qoftë se vjen një porosi, për shembull, qytetarët shohin se shisat ndotura janë ujrat dhe çojnë vetë ata kampionin, sepse kalojnë rrugës siç tha profesor Urani, e shikojnë diçka që nuk funksionon, sepse profesorit nuk i bie rruga, ndoshta të kaloj andej atë ditë, ai merr atë sasinë e ujit dhe e çon për analizë, menjëherë hyn në lëvizje edhe studentët në këto kërkimet shkencore, por menjëherë vjet në informacion edhe institucionet që duhet ta menaxhojnë. Ose ana sjelltas ka një problem që është vënë institucioni që merret me monitorimin e ujit apo që duhet ruaj cilësinë e ujit dhe menjëherë ka besim dhe shkon te universiteti. Po prap aty përfshihen studentët. Ju deri tani ju kanë përfshirë, do të dëshironit për shembull në analizat konkrete, se për shembull universiteti juaj ka laborator që bën analiza, po them, edhe për të tretët. Ju kuptoj. Atëherë keni gjetur personin e saktë në fakt, sepse kam dy gjëra për shtuar. Gjëja e parë është që unë pata eksperiencën dhe rastin të isha pjesë e diçka të tillë para rreth 2 javësh. Kishim le të themi një bashkëpunim me Universitetin Humboldt të Berlinit, ku një grup studentësh nga universiteti, studentë gjeografie, kishin nevojë për një studim territorit shqiptar në përgjithësi për shkak të një projekti që kishin një lëndë caktuar. Dhe u përzgjodhe një pjesë e jona që të bënë një farë bashkëpunim për përkthimin dhe ndihmesën në 3 qytete që ishin Peshkopi, Pogradec dhe Përmet. Dhe grupet ishin të ndara sipas tematikave, grupi që isha unë ishte grupi i ujit, për fatin shumë të mirë. Atëherë, le të themi, ky ishte rasti më konkret në 5 vitet e mia në fakt akademike që unë kam marrë pjesë aktuale afatgjatë 10 ditë rresht në kërkime. Dhe nuk ishin kërkime empirike, ne nuk ishim të dhëna, le të themi, eksperimente konkrete, ne thjesht ishim në bashki, ishim intervista me qytetarët dhe ishim në intervista me
pronar fermash, pronar biznesesh, dhe informacioni që kemi mbledhur, dhe pse përsëri jo informacion i saksesuar me eksperimente apo me numra të tjera, ishte eksperiencë në terren. Ne student të bujqësorit, bashkë me studentët e Berlinit, së bashku... Ishte vetëm Universitet Bujqësor, sepse unë di që këta të gjeografisë të Humboldtit kanë lidhje dhe bashkëpunimet e herpasershme me Universitetin e Tiranës, me Fakultetin e Histori Filologjisë, ku kanë departament në gjeografisë. Dhe aty është një nga profesorët Dimitër Doka, që është shumë i apasionuar dhe në këto lidhje që mban me Universitetin e Humboldtit. Ne në fakt na thanë që kam pasur më përpara relatat të tilla, por ky ishte rasti i parë që ishin student me student. Më përpara na thanë që kanë qenë profesor për pjesën e përkthimit, ndihmesës, interpretimit, dhe këtë herë u mendua që ta provojnë grupi studentor me një grup studentor nga ne. Ne sigurisht kishim komunikimin në anglisht, dhe eksperienca ishte shumë e këndshme, përveç pjesës së miqësisë dhe argëtimit, ishte le themi një copës, shjeje e çfarë mund të bërim ne si student, ose do kishim mundësinë të përfshihem shumë në eksperimentet e tilla dhe në mundësinë për të pasur le themi praktika aktuale në terren, dhe vetëm bisedat që kishim ne, student me student, dhe intervistat që kishim ne me pjesëtarët komunitetit, mund të shikoja një farë ndërgjegjësimi. Për shembull, kur pyetëm për pjesën e urave të vjosës, si kanë ndikuar ndryshimet klimaterike, ngrohja globale, kjo ishte pyetja në fakt. Pyetjet e grupit tim ishin si kanë ndikuar ngrohja globale, keni parë rënien të sasisë së urave, prurjeve, dhe keni vënë problematika të tjera. Ne edhe pse bëm thjesht intervista thjeshta, sigurisht dhe informacion nga pjesa e bashkisë dhe ekspertëve mjedisorë që na takuan dhe na dhanë këtë mundësi, lodhëm le të themi një konkluzion. Sigurisht në nivel studentësh, në nivelin e profesorëve tanë apo eksperimenteve më aktuale, më faktuale, por ishte vërtet një eksperiencë shumë e mirë dhe mendova pse mos ta kemi më të zgjeruar në shkolla jonë, le të themi. Po, në qoftë se do të përfshiheshit për shembull edhe në analiza konkrete, do t'ishte më e vlefshme dhe meqense je tek pjesa e grupit të studentëve, ku bëni edhe oponencën e grupit të punës ngritur nga rektorati për zbatimin e platformës, si thua, për ta sjellë Universitetin Bujqësor të përafërt me atë të BOKU-s. Mendoni se këtu duhet goditur fort? Në fakt po, në mbledhjet që kemi pasur në komisionin e universitetit, jam unë dhe një student tjetër, Mateo, dhe kur është bërë diskutim qoftë në këtë komision apo qoftë në mbledhjet paraprakisht për para formimit të komisioneve, që ishin të ftuar disa student, tematika parë që kemi nxjerrë parasysh përpara të gjithë bordit profesorëve tuaj dhe shqiptar ishte duam shumë praktika, duam të marrim pjesë, duam që në eksperimentet që bën shkolla, pavarësisht se mund të jemi viti parë bachelor, viti 2, viti 3, të marrim pjesë dhe ne. Mundësit janë, por më së shumë të vinë nga masteri për pjesën e temës sigurisht, apo dhe nga fundi viti 3 për bachelor për pjesën e temës përsëri. Përse mos të kemi pak më përpara, pak më të shpeshta, fundja ne po aftësohemi që të jemi dhe ne si ju në të ardhmen. Prandaj po ka pasur shumë diskutime dhe ne kemi ngritur zërin për këtë pjesë. Nuk di, Frisela, ty vetë është dashur për shembull të marrësh pjesë, ndoshta në një ekspedit, sikur se tha me Universitetin e Humboldtit që tha Bejana, apo edhe në punë konkrete që bëhen në universitet, apo thjesht keni vetëm eksperiencën e atyre orëve laboratorike që bëhen në mësim, kur flasim për analiza konkrete ku duhet ju ti realizoni ato. Apo ju kanë përfshirë edhe në projekte, se nuk është se kanë fituar pak shumë jo, po edhe pak jo pedagogët e universitetit tuaj. Plus që ofrojnë shumë shërbime edhe për të tretët. Në fillim ishte si një lloj krize, sepse shkonin tek privati, po tani kam bindjen me fuqizimin edhe të laboratorëve të certifikuar që ka Universiteti Bujqësor, sikur është kthyer vëmendja e shumë aktorëve që të adresohen për kërkuar shërbime tek ju. Fatkeqësisht nuk kam qenë tek pjesa e ekspeditës me Bejanin, por jam pjesë e një projekti që janë disa pedagogë të departamentit të mjedisit, e cila marr pjesë në pjesën e laboratoreve. Jam marrë me disa matje që bëhen në laboratorin ton, dhe është një eksperiencë shumë e mirë dhe shumë e vlefshme për ne, pasi na duhet për më vonë dhe si një eksperiencë për pjesën e degës që po zgjedhim, që po vazhdojmë.
dhe mendoj që duhet të jetë më të shpeshta dhe në laboratore dhe në pjesën e projekteve që zhvillohen. Dua të shtoj diçka këtu në lidhje me angazhimin e studentëve në laborator. Përgjithsisht, departamenti ynë, po në përgjithësi në Shqipëri, tezat e masterit operojnë mbi bazën e metodologjive që përgatiten nga pedagogët përpara se sa të fillojnë tezën, dhe i zhvillojnë ato, një pjesë e tyre i zhvillojnë në laborator, sipas një plani të caktuar kalendar, sepse laboratori mund të jetë ngarkuar, ka edhe kontrata me të tretë si ta ju, ka edhe analiza që mund të vinë dhe që duhen realizuar nga projekte të ndryshme. Po kështu janë dhe studentët e doktoraturës, të cilët realizojnë kërkimin e tyre në laborator, dhe ajo që duhet thënë dhe që të gjithë ne jemi të ndërgjegjshëm dhe dim është që nga ana ligjore duhet bërë më shumë me qëllim që universiteti të jetë pak më i lirë ose departamenti, ose grupi profesorëve, ose profesori që drejton kërkimet, të jetë pak më i lirë nga ana administrative për të realizuar ose për të garantuar anën e infrastrukturës me qëllim realizimin e kërkimit, sepse akoma ne kemi vështirësi. Nuk keni marrë model nga Boku për shkak të imponuar atyre ligjbërësve që duhet të ndreqin këto gjëra? Kjo është ndoshta pjesa e fundit që do kërkojë edhe implementimin e ligjit të arsimit të lartë ose ndërhyrjen në ligjin e arsimit të lartë. Ose mund të shihet universiteti bujësor si universiteti i parë, si do funksionojë dhe çfarë duhet rregulluar, çfarë duhet përmirësuar që infrastruktura të përgjigjet kërkimit, sepse është shumë e vështirë që në plan të parë kur e shen nga jashtë duket kollaj, por është shumë e vështirë që ne kemi 20-25 studentë të masterit, imagjinojeni në një moment që ne të gjithë kemi në laborator, kemi edhe 20 ose 25 studentë doktoraturë në trajt fakulteti dhe ata kërkojnë laborator, kemi edhe kontrata dhe ata kërkojnë laborator, dhe me ligjet, me mënyrën se si funksionon administrata në vendin tonë, është pak e vështirë që të mund t'i menaxhosh në një kohë të caktuar. Ndaj unë mendoj që hapi i radhës do jetë i universitetit tonë të paktën dhe shpresoj të jetë kështu, që t'i kalojmë këto probleme, që t'jetë pak më e thjesht për të operuar, me qëllim që nëse ti kërkon një sasi reagentesh, po e marrim si shembull të thjeshtë, e cila mund të ndodhë në mënyrë të përditshme ose një herë në 2 ditë, të mos kesh nevojë që të organizosh ose të përgatitesh një seri procesesh nga ana juridike, ekonomike, juridike, që të mund të kesh reagentët në laborator. Dhe nga ana tjetër, unë mendoj që në universitetin bujësor, po dhe në universitetet tjera, pavarësisht se ne fokusin e kemi dhe kemi bërë shumë mirë, dhe është bërë shumë mirë që jemi drejtuar drejt ujit, sepse është burimi kryesor i jetës, por kemi edhe linjat të tjera kërkimi, si që përmend nga profesori, shkencat e tokës, shkencat ekologjike, menaxhimin e territorit, studime shumë të bukura në kuadrin e masterave mund të realizohen edhe bazuar në të dhënat që ekzistojnë dhe në modelet që profesorët ndërtojnë dhe kërkuesit shkencor ndërtojnë me qëllim parashikimin se çfarë mund ndodh në vitet e ardhshme, në 20, 30, 50 vitet e ardhshme, duke pasur në konsiderat faktorët klimatik, toksor, të bimës, mbulesë vegetale etj. Pra, unë mendoj që jemi në një rrugë shumë të mirë, po jemi në një rrugë e cila është dhe shumë e vështirë, po jemi edhe në një rrugë që kërkojmë edhe shumë fonde, po jemi edhe në një rrugë që kërkon shumë punë, po jemi edhe në një rrugë që duhet na mbështesin të gjithë që të shkojmë deri në fund. Para disa vitesh kur e intervistova kryeministrin dhe i thash që si do të mbështesni për shembull kërkuesit financiarisht, dhe ai tha, unë jam i parimit. Përpara ideja, pastaj financimi, po jo financimi dhe pastaj ideja. Është drejt. Apo jo, tani idet si duhet të vinë... Dhe ku duhet të shkojnë. Unë është më drejt ajo. Kështu e ka dhe Evropa. Në asnjë projekt të japim lek. Nuk është se është, të themi, autentike shqiptare. Ne jepni lek që ne të fillojmë punojmë. Jo, nuk është kështu. Dhe në fakt, duhet të thënë që buxheti i vend dispozicion të kërkimit shkencor viteve të fundit është shumë i rritur. Ne shumë vetëm është i rritur në krahasim me çfarë ka qenë, por normalisht ka ende shumë për të bërë për atë çfarë duhet realisht. Sigurisht ka gjithmonë për të bërë. Por ama ka një rritje. Stacioni është i qartë se ku duhet shkuar, po përsa duam të bëhemi pjesë e Evropës, ne është i qartë ku duam të shkojmë, por ama ka një rritje. Ajo që dua të shtoj unë në përgjigje të emisionit tuaj për sot është që në bashkëpunimin interinstitucional
sidomos të universitetit me institucionet qeveritare. Unë mendoj që ka universiteti akoma për të bërë, do të shohim që nga vetja. Në kuptimin që nëse bën projekte, pavarësisht se nga se financojnë, apo financojnë nga shteti, ka bilateral, ka Erasmus, ka kujtun, në fund ka një produkt. Nëse bëjmë diploma, teza diplomash, në fund ka një produkt, ka një tezë diplome. Po kështu teza doktoraturës e më radhë. Në çdo rast, universiteti kam produkte, midis të cilave disa janë për t'i veçuar si arritje. Është universiteti që duhet bëj promovimin në të 3 instancat akademike, departament, fakultet dhe rektorat, universitet. Kjo kërkon vetë promovim, në mënyrë që të vinë këtu, të kërkojnë juve. Mos vi një profesor, një pedagog, po të vi një përfaqësim universitar, një përfaqësim nga fakulteti, sepse ka për të thënë. Pjesë e mirë e studimeve nisin nga Fakulteti i Shkencave, nga biologjia, nga kimia organike, nga kimia analitike, domethënë këtu jeni një pjesë e mirë e punëve tona janë të lidhura me ujërat, shpesh kanë qenë në bashkëpunim edhe me Universitetin Bujqësor, edhe me Universitetin Politeknik, po jo vetëm ne kemi bashkëpunime me Zvicër, me Universitetin e Zyriut për vite të tëra, për shembull ujërat e ultësirës Adriatike që janë këtu që është bërë ka vite, i kemi bërë në bashkëpunim me Universitetin e Zyriut, një pjesë e studimeve, po kështu dhe ujërat e Bovillës, po kështu dhe kjo për vlerësimi i studimeve bregdetare. Pa folur për Vjosën që jemi tani në shkallë gjirë me Universitetet Austriake, edhe me Bokun, që ekspertë e Bokut janë gjithnjë të pranishëm me ne, me Universitetin Politeknik, me Universitetin Bujqësor, që punojmë dhe jemi duke punuar akoma për Vjosën. Për Vjosën kemi bërë shumë punë. Ku është një vullim, dhe në të gjitha rastet ju jeni ftuar, ndonjëherë edhe unë kam ardhur tek ju që kam prezantuar. Kështu që kërkimi me mangësitë e vështirësitë tona përsëri nuk është se s'ka ecur. Unë them që është bërë çfarë është e mundur brenda mundësive tona për të dhënë gjendjen e cila nuk është se njohim, siç thashë më përpara, qoftë në mënyrën makroskopike të dukshme, po qoftë edhe në mënyrën e të dhënave. Bolti të hapësh një libër të gjen atje se si janë rezultatet e koliforme. Fjala vjen në lumin e Tiranës, në lumin e Lanës, të tjera organike që kolegët e kimisë organike i kanë bërë, po i bëjnë tani në Vjos, po bëjnë koliformët të jetej, janë analiza mikrobiologjike që vinë nga ndotja urbane. Kështu që nuk është se ne nuk jemi në nivele maksimale, ka mundësi për më mirë, ka mundësi për një ekspertizë më të mirë, për certifikim laboratoresh, analizash që t'jenë besueshme, mos t'jenë kontradiktore, ka mundësi për kualifikim më të mirë, për bashkëpunim, dhe ajo që kemi mundësinë e këtu, ne vuajmë shumë për hapësira. Ne, po të shikoni, po të na rrotulloheni këtu, është një hapësirë minimale ku punojnë 3 profesora, këtu ulet një student, atje ulet një tjetër, këtu ulet një tjetër krahas me mua. Dhe kjo gjë nuk e di se do zgjidhet ndonjëherë, sepse pjesa e hapësirave pas ka qenë shumë e vështirë. Është e udhës në fakt që universitetet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të bashkuar, le të themi, burimet e tyre të ekspertizës lidhur me mënyrën se si menaxhohen burimet ujore, qoftë për përdorim ekonomik, siç është ujitja në bujqësi apo siç është prodhimi i energjisë e tjerë, qoftë dhe për përdorim vetjak ose për përdorim për popullatën. Dhe kjo kërkon në fakt ndërthurje të disiplinave të ndryshme shkencore. Dhe në këtë rast
rast ne kemi, pothuajse në të gjitha rastet e kërkimit shkencor, kemi ndërthurje të disiplinave. Në fakt, siç e përmenda, është e udhës që universiteti të jetë pranë, sidomos institucioneve që kanë për detyrë të menaxhojnë ose kanë për detyrë të ofrojnë, po themi, shërbimet e furnizimit me ujë për popullatën, sepse ku ka më mirë se sa laboratori universitetit që ofron analiza të cilësisë së ujit, ose ku ka më mirë se sa Universiteti Bujqësor i Tiranës që ofron metodologji të reja ose teknologji të reja të përdorimit të ujit në mënyrë inteligjente për ujitjen. Pra kemi shumë raste ku kemi projekte shumë të bukura kërkimore, të cilat i ndërthurin disiplinat ndërmjet tyre. U fol shumë për pyjet, dëmtimin e pyjeve, dhe ka shumë shkrime nga ne për gjitha të masakrë që është bërë pyjeve dhe nevojën për një moratorium, për nevojën për dëmtimin e botës shtazore, shpendve, këtyre, dhe ne doli moratorium. Unë jam i bindur që qeveria indirekta, drejt për së drejt, dëgjoi ekspertët për moratoriumin 10 vjeçar që vendosi për pyjet, pastaj moratorium 5 vjeçar për gjuetin dhe më mbrapa. Ne jemi konkretisht një çik të kështu entuziazmuar nga shpallja e Vjosës Park Kombëtar, për shembull, pak vjet më përpara edhe qeveria s'donte të dëgjonte, ne do bëjmë hecet, mbaroje e punë. Erdhi puna fal përpjekjeve dhe përpjekjet nuk ishin kështu thjesht duke bërë propagandë Vjosa. Vjosa do t'i japësh sa rezultate që ta shpallë, se nuk të vjen njeri nga mbas nëse s'ka një literaturë, nëse s'ka të dhëna shkencore se pse duhet ruajtur Vjosa. Kështu që indirekt ishin të dhënat shkencore që argumentuan konventën e Bernës, raportet e BE-s, Patagonian, DiCaprion, gjithë së bashku e shkundën këtë qeverin tonë, e cila ishte këmbulte, as bësh fjalë që do, edhe ja erdhëm këtu, kemi Vjosën Park Kombëtar. Tani kërkohet më shumë, dakord, por të paktën nuk po ndërtohen digat. Më shumë, më mirë është se ka nevojë për ujë, cilësia ujit është e rëndësishme, kështu që trajtimi ujrave të zeza, kujdesi ndaj hidrokarbureve, ndaj naftës, nxjerrjes së naftës, kujdesi ndaj nëvaditjes, gjithashtu përdorimi i ujit për pirje, tani do tregosh kujdes në Vjos, në bujqësi, dasin bujqësi bio, po do shikosh përkatjen, e cila sjell pesticide, kështu që natyrisht qeveria përpiqet, ne jemi këtu për atë në funksion të asaj. Gjatë intervistës që ne i morëm profesora Leko Mihos, duke folur mbi problematikën e cilësisë së ujrave, ai u ndal me shqetësim duke na rrëfyer edhe për numrin gjithnjë dhe më të ulur të studentëve të cilët preferojnë të studiojnë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, i cili është ulur 3 herë në këto 4 vitet e fundit. Në degët e fizikës dhe kimisë janë në minimum regjistrimet, por edhe biologjia, nga 80 studentë që ka qenë përpara 5 vitesh, sot mësojnë në auditore vetëm 28 student, dhe përveç numrit të ulët, cilësia e një pjese të mirë prej tyre, pra në 30 deri në 50%, është shumë e dobët. Ky është një nga problemet më thelbësore sot që ka arsimimi i lartë në Shqipëri dhe sidomos degët e shkencave të natyrës. Unë në fakt dëshiroj t'i drejtojmë dhe publikut, por edhe ju. Unë e kam ndërtuar emisionin Auditor Arsimi me një synim dhe me një mision për t'i shërbyer qytetarëve, po duke lidhur bashk të gjitha hallkat, universitet, qeveri, qoftë ajo vendore apo shtetërore, por nuk them në rangjet larta, por në ato në nivele ku duhet të jetë bashkëpunimi edhe me qytetarët. Shumë rrallë kam parë të trokitet në derën time, po them që të vinë në këtë studio, me ide konkrete, ku një projekt
të shumë i rëndësishëm të mund të bëhet publike që të shkoj tek opinioni publik. Ne vetëm thjesht themi kemi bërë një projekt, ka një zë aty tek formulari që ne plotësojmë që duhet publikuar dhe thjesht kemi bërë këtë, po është tjetër të bësh këtë dhe është tjetër ta kthesh televizionin publik që është në funksion të qytetarit me idera konkrete, do me thënë, me një çështje konkrete për ta zgjidhur, që kështu unë ju falenderoj që më ngacmuat, por nga ana tjetër dua t'u bëj thirrje që temat nuk duhet i zgjedh unë. Kjo ishte një temë se unë vë veshin dhe jam gjithmonë, jam vetë edhe drejtuese dhe skenarise, po jam dhe kërkuese, që do thot research i themi ne, në grupet e gazetarisë duhet ketë si te ju të kërkojnë në teren, unë kam rënë multidisciplinare, bëj dhe vetë kërkimin në teren dhe dalte tema duke kuptuar se çfarë i duhet aktualiteti. Po ndërkohë kam nevojë për konsult akademike ku temat më propozohen nga universitetet për t'i trajtuar. Atëre edhe një moment. Të lutem. Sigurisht që unë kështu e ndjej prandaj dhe thash. Për të ardhur edhe një për të kthyer një herë mbrapa tek promovimi i hartës. Harta u promovua me kërkesë të rektorit atij momenti, pra nga lart dhe u bë. Ama mund të bëhet promovimi disa lloj produktesh dhe universitetet, kështu mundet që të paraqiten ata që janë, edhe me kushte të vështira, edhe me disa halle e tjera, universitetet punojnë, bëjnë punë kërkimore dhe kanë çfarë të prezantojnë. Ktu është ideja. Tani, unë ju bëj një propozim, profesor, që prisja nga ju. Ne e propozuam hartën, pasi ju e hartuat studimin, u bë realisht me kërkesë të rektoratit, të rektorit, në atë kohë profesor Andrea Maliqarit, por unë për shembull do të prisja diçka konkrete që në qoftë se nuk është arritur ajo ngjizje, marrëdhëniesh midis jush që keni hartuar këtë hartën dhe institucionet që ju duhet për ta vënë në praktik, dhe në qoftë se ka diçka ku ka ngecur, pikërisht aty ku ka ngecur dhe mbi një si thua vëzhgim në territor për të kuptuar që shiko, nuk po e përdorni, por ne ajo çfarë kemi vënë në hartën tonë, ku kemi parashikuar që këto zona vulnerable mund të sjellin probleme me ujërat nëntoksor, me cilësinë tek shëndeti i njeriu, atëherë ja ku jemi në teren, ja ku është problemi, pse nuk është bërë, pse nuk është reaguar. Këtu dhe propozimi kërkoj nga ju. Po, dakor, po në rastin konkret unë ju tregova se ku qëndron problemi. Po, absolutisht. Nuk kemi gjetur ndonjë pengesë. Jo, çështja është, profesor, unë thjesht duke marrë këtë lloj modeli është si thua për të sensibilizuar për çdo fakultet apo çdo kërkues shkencor që është duke bërë një lloj kërkimi të na ofrohet të na shikoj si një bashkëudhëtar në punën e tyre. Unë të falenderoj biles, duket sikur ju sulmova, po në fakt falenderova kapa iden tuaj për ta propozuar nëpërmjet auditor arsimit. Dua të shtoj diçka të lutem në këtë pikë. Në vitet e ardhshme, duke filluar nga ky moment ndoshta, është shumë e rëndësishme ajo çfarë u tha nga profesorët dhe nga ju, sepse edhe biznesi pastaj do të mund të kthej syt në sensin pozitiv, do të mund të investoj projekte në universitet, sepse është një komponent shumë i rëndësishëm. Universitetet e huaja, një pjesë të fondit të tyre që e menaxhojnë për kërkime, e fitojnë ose ju vjen nga patentat, të cilat vinë nga universitetet, nga grupet e kërkimit. Ne akoma nuk kemi hyrë në këtë treg. Mund të kemi një patent, 2, 5, akoma nuk kemi hyrë që këtë patent ne ta vëmë në funksion të biznesit, që biznesi pastaj të investojë dhe të mundet që një pjesë e fondit të cilën ne të mund ta shfrytëzojmë për kërkime shkencore në të ardhmen, ta sigurojmë nga biznesi. Sepse dihet çfarë vjen nga qeveria, dihet çfarë vjen nga programet kombëtare, çfarë mund të marrim ne nga projektet ndërkombëtare, ne dhe kolegët, dhe një pjesë e madhe, unë ju sjell një shembull, Universiteti Politeknik i Valencës, dominancën e buxhetit e ka nga patentat që vijnë nga grupet e kërkimit. Sepse në qoftë se profesori ka bërë një punë të shkëlqyer me hartën që u përmend këtu, me hartën e ujërave nëntoksor, dikush tjetër ka një projekt, ka një patent për balancën ujore në tokë, dikush tjetër ka një patent në fushën e sigurisë ushqimore, me radhë dhe kështu bizneset do të mundet dhe duhet, por do të përgjigjemi ne në fillim, me shpikjen e patentave me qëllim që të financojnë projekte kërkimore shkencore dhe në shtetin e universitetet. Këtë pikë ne në Shqipëri e kemi thuajse zero. Mund të kemi donacione të vogla,
në trajt donacionesh për universitetin, më shumë për infrastrukturën se sa për kërkimin shkencor. Ne nuk e kuptuam si fluturuan minutat, por unë ju falenderoj se gjithmonë ndjem fatlume kur kam profesor si ju që më furnizojnë me ide të reja. Unë e quaj auditorin jo vetëm si thua është një studio nga ku artikulohen ide më shumë për të ndihmuar strukturat e kërkimit shkencor, të arsimit, të qeverisjes vendore, qoftë dhe shoqërisë civile, por unë e quaj edhe një auditor për vete. Mendoj që kam mësuar nga ky auditor duke qenë përballë profesorëve si ju, po dhe studentëve të shkëlqyer, shumë më tepër se çdo të mund të mësoja dhe sa kam mësuar në bankat e shkollës kur kam qenë studente. Ne në fakt e cekëm pak kështu si tangent, sepse universitetet tona janë përfshirë në atë procesin e ndërkombëtarizimit që është shumë i rëndësishëm. Por ju ma dhatë përgjigjen profesor, duke thënë që përsa kohë që jemi ende larg të fitimit të buxheteve nga bizneset apo nga institucionet cilët janë të interesuar për kërkimin shkencor, kjo do të thotë që universitetet europiane, po marrë Europën, nuk po shkoj më tej, të cilat bazohen te kërkimi shkencor, fondet i kërkojnë në këtë lloj mënyre, që kështu ne do kemi institucione akademike të ndërkombëtarizuara kur të arrijmë këtë lloj niveli. Bejan, po më shifje me shumë vëmendje. Çfarë mesazhi do t'japësh edhe për studentë të tjerë që janë të fakulteteve të tjera, si duhet të bëhen pjesë e grupeve të punës për të reformuar universitetet e tyre. Kryeministri tha një gjë, jo atë ditë në intervistë së bashku, po kur erdhi nga Universiteti Bujqësor, unë do t'u jap tha fonde vetëm atyre universiteteve të cilat do uashtoj fonde, të cilat do ndjekin modelin e Universitetit Bujqësor. Po nuk e ndoqën ta, gjitha para do i çojë te Universiteti Bujqësor dhe vlerësoj dhe këtë bashkëpunim me studentët, që kështu cili është mesazhi për të krijuar këto grupe aktive edhe në universitetet tjera. Atëherë, nëse do mund ta përmbledhja dhe nëse do isha unë tani në vit parë duke dëgjuar këtë emision, duhet i kapni mundësit. Mundësit janë për ju dhe vetëm për ju. Dhe duhet i kapni që të bëni ndryshimin. Nëse nuk i kapni dhe nëse qëndroni pa lëvizur, thjesht do ju rrëshkasin. Ne jemi e ardhmja, kjo është e vërteta, dhe gjërat janë për ne, dhe duhet i përdorim për ne. Vetëm këtë do thoja. E keni të gjithë këtë mendim aty në grupin tuaj? Se është vështirë ti bësh studentët që të kenë këtë lloj fryme siç tha Bejani? Jemi mësuar më shumë tek pjesa auditoreve për leksionet dhe seminare, por është shumë e rëndësishme edhe pjesa e praktikave. Po që ti jeni student angazhuar, sepse Bejani këtë model na jep, atë që ne kemi nevojë, një student i angazhuar në universitet, do të thotë nesër një qytetar i angazhuar, një qytetar i përgjegjshëm. Edhe në të vërtet 70% universitetet duhet të nxjerrin qytetar të angazhuar, 30% duhet t'u japin profesionin, sepse mundësitë për të marrë informacion sot janë nga më të ndryshme. Po, duhet jemi më shumë të angazhuar dhe të marrim dhe vetë pjesë, kërkojmë dhe vetë pjesë, të jemi pjesë e projekteve dhe kërkimeve shkencore, pasi na ndihmojnë dhe më shumë në pjesën e tregut punës apo në pjesën e profesionit të cilin ndjekim. Po, profesor, kishit diçka për të shtuar? Dhe them, arrova të them që edhe vetë, unë nuk jem një promovues i mirë. Do të them që, jo them vërtet kështu. Vit për vit bëjmë praktik një ditore, këthejmë laborator, bëjmë analiza, me ato mundësi që kemi, me studentët e mastereve, master shkencor në gjëmjedis, master shkencor në gjëinformatik, dhe më ka ndodhur që gjatë punës, dhe ndodhët kujdo, këna kolegët, kujdo, që ka student që kalojnë atë pragun, janë shumë të mirë, edhe japin produkt. Po kështu në diploma, master gjithmonë. Dhe unë nuk e kam gjetur do të fuqino njëherë që të kërkoj promovim të tyre. Prandaj ju them, se kam gjetur, ose s'kam gjetur kohën, ose nuk po mirë ne bashkë nuk shifemi? Ja, dua të them, ama promovimi ne kemi, këtu është gjithë ideja, këtë duhet të sjell. Pra ne kemi të rinj, si dy vajzat e talentuara që kemi këtu,
dhe që janë përfaqësuese të shokëve dhe të gjithë studentëve në fund fare, në dy anët, që ka nevojë të promovohen. Jo të vetëm në mbështetjen, ka nevojë të mbështetjen, sigurisht, po nuk i morë ç'është laborator sa ve thon vajza, si do mësojnë. Po se çove atje në mjedis ku ka merret prova, si merret prova, edhe kur merret prova etj, nuk mësohet. Gjithçka është zanat, gjithçka është profesion. Kështu që në këtë aspekt unë prapë edhe theksin që universitetet duhet të vetë promovohen në mënyrë që si tha profesori të ketë të themi një mesazh për bizneset, mesazh për qeverim, po qeveria mund të them që në një mënyrë ka bërë pjesën, jo për të thënë kështu, po ka dhënë fondin, je vazhdimisht fondin. Kështu që u ka dhënë mundësi punë me të dy fakultete, çdo universiteti, kështu që universitetet po ta bëjnë këtë, unë jam i bindur që duke u vetë promovuar, duke eventuar vlerat, ato produktet, do të jenë në pozicion më të mirë, edhe financiar, po edhe nga pamja e imazhit. Po. Ta mbyllun, profesor? Unë mendoj që ju falenderoj për ftesën dhe mendoj që pas thirrjes që ju bët, jeni i sigurt që nga universiteti jonë do keni produkt për të promovuar. Unë ju falenderoj, por jo pa qëllime bëj këtë emision, sepse kam thënë, ne jetojmë një realitet ku mentaliteti ynë prodhon më shumë gur se sa vlerësim dhe evidentim të vlerave. Dhe duke na munguar ai sistemi i vlerave, sepse fundit popujt kanë ecur përpara duke krijuar sistemin e vlerave. Natyrisht, edhe gurët, në qoftë se hidhen ashtu si duhet, duke pasur qytetar të rebeluar, student të rinj të rebeluar, njeriu i rebeluar kërkon gjithmonë evoluim, të qonë për para, nuk e shkatron ato që e ke ndërtuar, dhe unë në këtë lloj filozofie kam ndërtuar emisionin Auditor Arsimi, jo vetëm për të krijuar sistemin e vlerave, por edhe për të kuptuar diçka që atë të cilën ne nuk e njohim e godasim me gur. Dhe për mos të goditur me gur arsimi dhe kërkimi shkencor, është shumë e rëndësishme që ne të jemi një dritare ku atë çfarë bëhet në dyert apo në bangat apo auditorët e universiteteve, ti përcjellin për opinionin publik, për të krijuar vërtet atë hallk shumë të rëndësishme që deri tani nuk ka funksionuar si duhet. Qytetar dhe produkt nga universitetet dhe nga kërkimi shkencor. Vetëm kështu mund të zhvillohet një vend. Ndaj ne morëm sot në fokus një nga çështjet më të rëndësishme sot për të gjithë botën, kryefjala e këtij shekulli, që është uji. Në të gjitha aspektet për ta parë, uji mbetet një nga elementet kryesor të jetës së njeriut mbi tokë. E për këtë arsye ne realizuam këtë emision për ta parë në një këndvështrim ndërdisiplinar, shumë nderuar që pata jo vetëm pedagog vizionar, të cilët na ndihmojnë dhe janë shumë aktiv për të bërë më të mirën e mundshme për institucionin, por dhe për vendin, mbi të gjitha, 2 studente të shkëlqyera. Ju falenderoj që pranuat ftesën Auditor Arsimi. Unë ju falenderoj të dashur teleshikues që na keni ndjekur dhe më nuk takofshim në emisionin e radhës.